Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Aisha radhiyallahu anha citohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush shpik dhe trillon në fen tonë atë që nuk është prej saj, ajo shpikje është e refuzuar. Cilat janë dobit dhe mësimet që mund të përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Themi se çdo ibadet që nuk ka qenë në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, apo nuk është mbështetur në një argument fetar, konsiderohet bidat. Të gjitha risit në fe dhe në besim, dhe jo në arritjet shkencore apo në çështjet jetësore, janë të refuzuara prej razi. Na mjafton fakti se një adhurim i caktuar nuk ka qenë i njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në kohën e sahabeve të nderuar dhe as tek brezat e parë të muslimanëve, për të dëshmuar se ai veprim është e risi dhe shpikje. Pra, bidatet janë elemente të huaja që s'kan vend në islam, por që kërkojnë të duken si pjesë e islamit dhe për të cilat bëhet përpjekje për t'i treguar si të tilla. Feja islame, besimi islam, ndërtohet mbi tekstet hyjnore, Kur'ani famlar dhe tradita pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe ndërtohet mbi dispozitat fetare të përfituara nga këto tekste. Çdo adhurim që nuk është në pajtim me traditën e pejgamberit është i refuzuar. Pra neve na del në pah domosdoshmëria e ndjekjes së rrugës profetike dhe paralajmërimi për pasojat e devijimit në fe. Vepra duhet të jetë në përputhje me normat islame në motivin, shkakun e adhurimit, në llojin e adhurimit, në masën e adhurimit, në formën e adhurimit, në kohën dhe vendin e adhurimit. Këto 6 kritere janë bazë për analizimin dhe kategorizimin e çdo vepre. Le ta ilustrojmë me shembuj rëndësinë e respektimit të secilit nga këto kritere. Kriteri i parë. Motivi i adhurimit. Themi, për shembull, hyrja e kohës së namazit, njëra nga 5 kohët e njohura, është shkak, është motiv që të thirret ezani dhe pastaj ikameti. Nëse dikush e ndryshon këtë motiv shariatik dhe e thërret ezanin dhe ikametin sa herë që hyn koha e namazit të Bajramit, konsiderohet se ka shpikur një ritual në fe, sepse profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam për namazin e Bajramit specifikisht nuk ka thirrur as ezan dhe as ikamet. Ezani dhe ikameti janë thirrje specifike për 5 vakte ditore. Nëse ne ezanin dhe ikametin e zhvendosim në një adhurim tjetër, konsiderohemi se kemi shpikur diçka në fe. Kriteri i dytë. Lloji i adhurimeve. Për shembull, lloji i kafshëve për të cilat bëhet kurbani me rastin e festës së Bajramit është i përcaktuar në fen tonë. Kurbani bëhet nga baktitë e imta dhe baktitë e trasha. Nëse dikush pretendon se po bën kurban gjelin e detit, ky veprim konsiderohet risi. Mishi i gjelit të detit është halal, ama therrja e gjelit të detit me rastin e festës së Bajramit si kurban konsiderohet veprim i refuzuar dhe i papranuar. Kriteri i tretë, sasia e adhurimit. Për shembull, numri i rekateve të namazit farz është i përcaktuar në shariat. Është i përcaktuar sakt. A mund të pranohet nga dikush
se gjoja në shenjë devocioni ta tjetërsoj numrin e rekateve farz? Në asnjë mënyrë jo. Namazi sabahut i ka të përcaktuara 2 rekate farz. Dikush në shenjë devocioni nuk mund të thotë, unë do t'i fali 4 rekat farz të sabahut, sepse kjo thënie, ky veprim konsiderohet shpikje dhe të rrjedhim dhe risi në fe. Kriteri 4. Shtyllat e namazit janë treguar qartazi në hadithet profetike. Çfarë ndodh dikush nëse thot namazi fillohet me selam dhe jo me tekbir? Pra ne jemi duke folur për kriterin e 4 që lidhet me formën e adhurimit. Nëse dikush e pretendon që ta ndryshoj formën e një adhurimi të caktuar, ky ndryshim i formës së adhurimit konsiderohet bidat. Pra, nëse thot dikush namazin nuk do ta filloj me tekbir, por do ta filloj me selam. Një veprim i tillë, një pretendim i tillë konsiderohet risi. Ose për shembull, këndimi i Kur'anit në namaz nëse shoqërohet me vegla muzikore, ose dhikri i Allahut subhanahu wa ta'ala gjatë namazit nëse shoqërohet duke i rënë fyllit. Gjithë këto veprime me adhurimin ton konsiderohen risi të refuzuara dhe të papranuara. Kriteri 5 është respektimi i kohës së adhurimit. Si për shembull, disa adhurime në shariatin ton, në fen ton, e kanë kohën të përcaktuar. Si për shembull, agjerimi i Ramazanit ose kurbani i Bajramit. Nëse dikush pretendon me e tjetërsu kohën e agjerimit ose pretendon ta tjetërsoj kohën e therjes së kurbanit, normalisht ai ka realizuar një adhurim jo korrekt. Nëse dikush pretendon ta agjeroj ditën e Bajramit, konsiderohet një adhurim i refuzuar dhe i papranuar. Gjithashtu, për shembull, nëse dikush e therr kurbanin dhe e derdh gjakun e kurbanit në themelet e ndërtimit, me bindjen se therrja e kurbanit dhe derdhja e gjakut në themelet e ndërtimit do ta mbrojë nga keqja. Ky është një tjetër rast devijimi nga adhurimi që ka kërkuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kriteri 6 ishte respektimi i vendit të adhurimit. Disa adhurime në fen ton e kanë vendin të caktuar, si për shembull i'tikafi dhe tawafi. I'tikafi realizohet në xhami, ndërsa tawafi realizohet rreth Ka'bes. Nëse dikush thot nuk do bëj i'tikaf në xhami, por në shpellë, veprimi i tij është i refuzuar. Nëse dikush thot nuk do bëj tawaf rreth Ka'bes, por rreth një varri të mirë, veprimi i tij konsiderohet i refuzuar. Prandaj çdo besimtar musliman duhet të jetë i kujdesshëm në respektimin e këtyre 6 kritereve për ta pas adhurimin ashtu siç e pëlqen Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ashtu siç e ka vepruar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për ne si besimtar musliman, Allahu azza wa jall e ka përsosur Islamin. Parimet dhe normat islame i ka bërë të plota, të shëndosha dhe të drejta. Mos vallë, adhurimet e puhuara në Kur'an dhe Sunet janë të pamjaftueshme që të shtojmë ne diçka në fe. Mos vallë, tekstet hyjnore kanë lënë diçka mangut që ta plotësojmë ne. Mos vallë, dikush nga dietarët apo evliat mund të sjellë diçka më të mirë, më të drejtë, më të begat se sa tradita profetike. Në asnjë mënyrë, askush nuk mund të sjellë diçka, një adhurim më të mirë, më të saktë, më të mjaftueshëm, më të plot, më të përsosur se sa praktika e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Besimi dhe bindja jonë si besimtar është Kur'ani është fjala më e bukur, Sunneti është udhëzimi më i mirë dhe bidatet, risit në fe janë punë më të këqija. Në Islam nuk ka dallim ndërmjet mohimit të një vërtete nga feja
dhe shpikje se një të pavërtete në fe, sepse që të dyja këto çështje, qoftë mohimi, qoftë shpikja, i bien ndesh shenjtërisë së fesë. Në Islam, ashtu siç nuk pranohet adhurimi jo i sinqert, nuk pranohet edhe adhurimi jo i mbështetur në argumentet fetare. Madje, për shejtanin, bidati, risia në fe, është më e dashur se sa gjunahu. Muslimani e praktikon risin me bindjen se po fiton kënaqësinë e Allahut dhe këmbgul shumë në të. Ndërsa nuk ka musliman që e kryen dhe e përmbush gjunahun me një bindje të tillë. Çdo musliman e din se gjunahu është i ndaluar në fe. Besimtari mund të pendohet nga një gjunah, ndërsa nuk sheh arsye të pendohet nëse kryen një bidat, sepse e mendon veten se është duke kryer një vepër të mirë. Prandaj dhe bidati për shejtanin është më i dashur se sa gjunahu. Me të drejtë mund të pyes dikush nga dëgjuesit e nderuar se cilat janë shkaqet që i çojnë njerëzit drejt bidateve. Shkaqet që i çojnë njerëzit drejt bidateve janë të shumta, por po mjaftohemi me disa arsye, me disa justifikime. Një arsye që i çon njerëzit drejt bidatit është keq interpretimi dhe keq kuptimi i një hadithi të saktë ose i një ajeti kuranor. Një arsye tjetër që i çon njerëzit drejt bidatit është të bazuarit në hadithe të pasakta, në hadithe të rreme. Një arsye tjetër që i çon njerëzit drejt bidatit janë opinionet e dietarëve, ato opinionet të pa argumentuara drejt, ose ato analogji jo të sakta nga dietarët, ose edhe veprime të rastësishme nga dietarët, por që njerëzit i kanë marrë si modele të vazhdueshme në fe dhe praktika të vazhdueshme. Arsye e katërt që i çojnë njerëzit drejt bidatet janë zakonet dhe praktikat e njerëzve të paditur, nganjëherë edhe ëndra nga njerëz të tillë, të cilat janë përcjell brez pas brezi dhe janë bërë modele për një masë të gjerë të besimtarve, por për fatkeq besimtar jo të thelluar dhe jo të lexuar në çështje të fesë. Arsyeja e pestë që mund t'i çojë njerëzit drejt bidateve është përngjasimi me jo muslimanet në disa praktika, festimi, homazhi, përkujtimi ose përvjetori. Përsëri dikush nga dëgjuesit e nderuar mund të pyes që pasoja ka bidati për individin. Normalisht pasojat janë të shumta, por po veçojmë. Pasoja e parë, vepra e shpiksit të risisë është e refuzuar, bidati i tij nuk pranohet. Për më tepër, pasoja e dytë, shpiksit e risive do të bartin edhe gjunahet e atyre për të cilët u bën shkak që të devionin. Pasoja e tretë, shpikseve të bidateve nuk u jepet mundësia për të shijuar ujin e kronit të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Dhe pasoja e katërt, shpiksit e bidateve janë të mallkuar nga Allahu azza wa jall dhe nga krijesat e tjera. Mirë po duhet kemi kujdes. Hadithi i marrë në shqyrtim nuk ja jep të drejtën çdo individit të gjykojë se filan person është bidatçi apo filan person jo, se ky veprim është i refuzuar apo ky veprim është i pranuar. Prandaj kujdes dhe mos u ngutni të drejtën e aplikimit të këtij vendimit se filan person ose filan veprim është bidat, e kanë vetëm dietarët, vetëm njerëzit e lexuar. Dietarët kanë cekur se disa shtesa gjatë adhurimeve mund ta bëjnë të pavlefshëm të gjithë veprimin, siç kemi disa shtesa në adhurime të cilat e zhvlerësojnë vetëm veprimin e tepërt, por jo të gjithë adhurimin. Për shembull, shtimi i një rekati qëllimisht në namazin farz e prish të gjithë namazin, ndërsa larja e gjymtyrëve të abdesit
jo nga 3 herë, por nga 5 herë qëllimisht, pa arsye, nuk e zhvlerëson të gjithë abdesin, por vetëm herët shtesë. Gjithashtu, kemi lënje mangut të një veprimi që herë e prish krejtësisht adhurimin dhe herë ja pakson shpërblimin e plot atij adhurimi. Si për shembull, nëse lëjmë mangut qëllimisht një kusht apo një shtyllë të adhurimit, siç është për shembull fjala vjen abdesi për namazin apo sejdja në namaz, atëherë namazi është i pavlefshëm dhe duhet përsëritur. Ndërsa nëse lëjmë mangut një pjesë plotësuese të adhurimit, siç është lënia e namazit me xhamat në xhami dhe falja në shtëpi, namazi konsiderohet i saktë, por individi ka përgjegjësinë e braktisjes së xhamatit. Besimtari mund të shkas në bidat pa qëllim, gabimisht, si pasojë e paditërisë, si pasojë e paqartësisë, si pasojë e një interpretimi jo të saktë, si pasojë e ndjekjes së një dietari, si pasojë e ijtihadit e atij mundit intelektual për të arritur tek e vërteta, mirë po ka gabuar. Një person i tillë nuk nxitohemi ta etiketojmë me epitetin bidatçi ose gjunaqar. Nëse i bëhet i qartë bidati me argumentin përkatës dhe përsëri vijon në këmbgulje në atë veprim, atëherë ai mund të konsiderohet bidatçi dhe ka përgjegjësi për veprimin e tij. Pra duhet patjetër sqarimi dhe argumentimi përpara akuzimit. Dëgjues të nderuar, duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin e 6, po ele në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.